Mbi 10.6 milion euro janë paguar nga disa kompani, në llogaritë e kompanisë EA Solution të Ergyes Agasit. Përfshirë dhe rreth 1 milion euro verëra të shtrenjta. Pagesat janë bërë formalisht për shërbime të ndryshme, por siç rezulton nga hetimet, ato ishin në të vërtetë shpërblimi dhënë për fitimin e tenderave të akshit, fal lidhjeve të ngushta që Agasi kishte sipas SPAK me drejtoreshën e këtij institucioni Mirlinda Karçanaj, dorëhequr pas marrjes së saj si e pandehur. Dosja e akshit në muajin shkurt të këtij viti u shtua me 4 emra të tjerë personash që janë përfshirë në listën e të hetuarve. Konkretisht ishte drejtori Daniel Shima, Ariola Koromani, administratorja e kompanisë Soft and Solution, në përnësitë e Ermal Beqirit, krau të djathtë i Ergyes Agasit, si dhe Gentian Likaj dhe Emirton Suli. Përveç tyre dhe janë hetuar 7 kompani të lidhura me tenderat e akshit. Akuzat janë tek shkelja e barazisë në tendera, e kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal lidhur me të ardhurat e paligjshme të përfituara në formën korruptive nga e hetuara Mirlinda Karçanaj, ekzistojnë dyshime të arsyeshme të bazuara në prova, të cilat të analizuara në harmoni me njëra tjetrën bëjnë të besohet fakti se ajo ka përfituar nga shtetasi Daniel Shima vlerën prej 200.000 euro në mënyrë indirekte nga shtetësja Ariola Koromani. Në disa raste ka marrë kuti vere të mbushura me kartë monedha euro të prerjeve 100, 200 dhe 500. Si edhe ka përfituar nga persona të tjerë të lidhur me shtetasit Ermal Beqiri dhe Ergyes Agasi, ku përmendim blerjen e 3 pasurive të paluajtshme, 2 në Tiranë dhe 1 në Qerret, me qëllim favorizimin e shoqërisë Soft and Solution apo dhe kompanive të tjera në procedurat e prokurimit të zhvilluara nga institucioni që ajo drejtonte akshi. Kujtojmë se vetë kryeministri Rama deklaronte se Mirlinda Karçanaj jetonte në shtëpi me qira, ndërkohë që SPAK-u i ka sekuestruar vila dhe prona miliona euro.